Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u takua në Beograd me përfaqësuesin e ri special të Bashkimit Evropian Peter Sorensen dhe e njohu atë për problemet me të cilat po përballet populli serb në Kosovë. Vučić shprehu shqetësim të veçantë për lëvizjet e shumta të përshkallëzuara dhe të njëanshme të dhunshme të Prishtinës dhe vuri në dukje pengesat e vazhdueshme që Prishtina po kryen në procesin e dialogut. Ai përsëriti se formimi i asociacionit të komunave serbe është parakush për fillimin e normalizimit esencial të marrëdhënieve. Presidenti i Serbisë ka optuar për në Bruksel ku do të ketë një darkë pune me presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe presidentin e Këshillit Evropian Antonio Costa. Vučić ishte në Bruksel në mesin e javës së kaluar ku u takua me komisionerën evropiane për zgjerim dhe politike në fqinësisë Marta Kos dhe më pas me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte. Duke komentuar vendimin e Albin Kurtit për të mos u takuar me përfaqësuesit e Këshillit për marrëdhënie shqiptare-amerikane, profesori Mazlum Baraliu thotë se nuk e di pse ka ndodhur kjo, por se autoritetet në Kosovë duhet të jenë të hapur për bashkëpunim me organizatat e shoqërisë civile dhe se duhet të miratojnë sugjerimet veçanërisht nga ato shoqata që mbështesin qëllimet e Kosovës. Historiani Stefan Radujković beson se refuzimi i Kurtit për të takuar edhe është një veprim shumë i pazakontë i cili mund të interpretohet edhe si një mesazh për Bashkimin Evropian se ai është lojtar i tyre dhe jo amerikan në Ballkanin Perëndimor. Stefan Surlić, docent në Fakultetin e Shkencave Politike në Beograd, vlerësoi se Kurti është në pritje të marrëveshjes me administratën e re në Washington, e cila kundërshton mandatin e tij të ri. Veprimet e tij tregojnë se nuk do t'i pëlqenin mesazhet që do t'i kishte dëgjuar në atë takim, shpjegon Surlić për Kosova Online. Oda ekonomike amerikane në Kosovë organizoi një panel ku ishte përfshirë edhe ish generali amerikan Wesley Clark, i cili me atë rast tha se Serbia do të duhej të njeh pavarësinë e Kosovës dhe se bashkëpunimi ekonomik atëherë do të ishte i pashmangshëm. Duke folur për ekonominë, Clark inkurajoi Kosovën që të përqafojë bashkëpunimin rajonal me fqinjet si Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, siç tha ai, edhe me Serbinë, duke theksuar se në fund të fundit Serbia duhet të njeh pavarësinë e Kosovës. Lëvizja Vetëvendosje ka publikuar një video për mandatin e saj 4 vjeçar në pushtet, duke theksuar luftën kundër korrupsionit, heqjen e vizave dhe vendosjen e sovranitetit në veri të Kosovës. Qeveria Albin Kurtit është qeveria e parë në historinë tonë politike që ka arritur një mandat të plot, thuhet nga Vetëvendosja, duke paralajmëruar mandatin e tretë të Kurtit në detyrë. Zëdhënësi i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Besjan Mustafa, ka reaguar ndaj regjistrimit duke cilësuar si një prallë e gjithë informacionet që partia në pushtet ka cituar aty. Sipas Mustafës, ky video është një shuplak për qytetarët në kohën kur rryma po rritet për të tretën herë dhe çmimet e produkteve kanë shpërthyer. 2 vrasje në 2 ditë kanë tronditur komunitetin shqiptar në Kosovë. Pardje pas një iftari, një i ri 19 vjeçar në Vushtri u vran nga një bashkëmoshatar i tij, ndërsa dje në Stanovc, po ashtu afër Vushtrisë ka ndodhur një tjetër vrasje ku një grua 42 vjeçare ka humbur jetën e më pas vrasësi i saj 58 vjeçar është vetvrarë. Besnik Tahiri nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës thotë se shoqëria në Kosovë ka marrë rrugën e gabuar sepse tragjeditë të tilla janë bërë dukuri e përditshme. Çfarë duhet të ndodhë tjetër që ne të kuptojnë se na duhet një ligj serioz për armët pa leje, pyeti Tahiri. Ish arkatari i Këshillit të Bashkisë Islame në Kosovë, Bahri Rexha, ka ngritur kallëzim penal kundër kryetarit të atij këshilli, Ethem Sopjanit, kryetaret të Bashkisë Islame të Kosovës, muftiut Naim Tërnavës dhe disa personave të tjerë. Zyrtarët e Bashkisë Islame janë raportuar për keqpërdorim të supozuar veçanërisht për 166.000 euro të supozuara të humbura.
Këshilli i Bashkisë Islame në Prishtinë ka mohuar akuzat duke i cilësuar të pa baza pretendimet e regjes dhe duke pretenduar se institucioni vepron në përputhje me ligjin dhe në mënyrë transparente. Moti në Serbi të mërkurën do të jetë kryesisht i vranët dhe me i fresket me reshjet e kopaskoshme, shiu, rrebesh dhe bubullima, ndërsa vetëm në veri do të jetë plotësisht pa reshje paradite deri në mesditë. Më shumë reshje pritet pasdite dhe në mbrëmje temperatura mëngjesi do të sillet nga 6 deri në 10, kurse ajo maksimale ditore prej 14 deri në 18 gradë Celsius.